Ndërhyrja i kryeministrit Tony Blair, që ka fituar 3 palë zgjedhjesh njëra pas tjetrës, duke kritikuar qeverisjen e kryeministit Starmer gjatë 700 ditëve të qeverisjes së tij, pas fitores spektakolare ndaj konservatorëve të Qendrës së Djathtë, si dhe koha e kësaj kritike mbesin shumë interesante. Partia Laboriste në pushtet dhe qeveria e saj po luajnë me zjarrin dhe duhet jenë më radikale sipas Tony Blair në një ese prej 5000 fjalësh, duke shkruar se Britania e sotme duket më shumë si një ishull i irrelevancës, duke rëshkitur drejt daljes nga Premier Liga e kombeve. Një përshkrim jo dhe aq vezullues. Gjithsesi, sipas Tony Blairit, Britania nuk duket e përgatitur sa duhet për epokën e inteligjencës artificiale si dhe rendin e ri botror. Ndërkohë që vlerëson udhëtimin kontravers të Starmer në Kinë, por nga ana tjetër thotë se Starmer duhet kishte lejuar amerikanët të përdorin bazat ushtarake britanike në konfliktin në Iran. Në aspektin ekonomik, politikat e qeverisë së sotme kanë krijuar Air për ballë avionit dhe jo Air, që shtyn avionin nga pjesa e pasme për bizneset vendase. Për çështjen e Bashkimit Evropian, Tony Blair, si një ish kritik i madh i Brexitit, thotë se rihyrja e Britanisë në BE nuk është përgjigje e duhur për momentin. Problemi më i madh i qeverisë aktuale nuk është tek personaliteti i kryeministit Starmer, por tek mospasja e një plani të mirëmenduar dhe koherent për vendin në një botë e cila po ndryshon me shpejtësi maramëndse. Pra kjo qeveri sipas Blairit nuk është e gatshme të dalë nga zona e saj e reatis dhe duhet të rikurdiset nga e para. Në një deklaratë që nuk tingëllon si kompliment për Starmer, Tony Blair thekson se Britania e Madhe ka nevojë jo për menaxhues problemesh, sesa për zgjidhës problemesh. Sipas tij, laboristët duhet të jenë më radikal në qendër të politikës britanike për të mposhtur radikalizimin nga e majta e të gjelbërve, si dhe radikalizimin nga e djathta e populistëve nga Nigel Farage. Tony Blair nuk ka qenë aktiv në politikën britanike prej 2 dekadash, por ndërhyrja e tij konsiderohet si një lloj këshille nga një mik që e kritikon me dashamirësi kryeministin aktual, që do duhet ta dëgjojë për të mirën e vet dhe mbi të gjitha atë të Britanisë. Urban Manaj Top Channel, Londër.